Prandaj unë thoja, tani mbere këtu tani lajmin. Në rast se zotri Erion Velia jep linjë tek antarët e Këshillit Bashkiak që ka emëruar vetë, që kanë marrë karrike e qyl. E që thotë më karrike e qyl e Këshillit Bashkiak. Sepse partia të emëron në vëlla. Se quhet qyl ajo. Tani, a je jafti nëpërmjet këtij qyli që të ka dhënë dikush të paraqesësh përpara opinionit publik dhe përpara leadershipit tënd, personalitetin tënd politik dhe të karrierës tënde të avancohet dhe mos të shkëputesh nga ai qyli që të çdon dhe të tregosh aftësitë tua edhe politike dhe profesionale, ajo është e jotja. Po deri tani keni parë ndonjë person nga Partia Socialiste të dalë dhe pas qylit të dalë me personalitetin e tij? Jo. Por, në rast se shkojmë në marrëveshje, do të kemi marrëveshje Berisha Meta Velia. Unë kështu e mendoj nderuar. Në rast se Këshilli Bashkiak, me dhimbje them të, vendos që të cenoj prezumimin e pafajësisë të zotit Veliaj, sepse votimi i SHN-s do t'jetë goditje në prezumimin e pafajësisë së kryetarit të tyre që me krenari, me hajdutëri, kanë vjedhur, kanë coptuar karta identitet të qytetarëve shqiptarë duke mos lejuar të votojnë në 2023-shin, ku Erion Velia u krenonte dhe këta qylgjit u krenonin përfitorit të jashtëzakonshme me meritokraci. Do të shikoni të hënën se si do hahen, do të coptohen, është fakti konkret, pra më lejon të kem këte, si ta them, frymëzim, sepse do shikoni të hënën se si do filloj lufta publike e coptimit, e plaçkitjes, e urrëtjes, e mdhefit. Rama Veliaj. Rama me duart e Veliajt do të mbys Veliajin. Sepse lista e antarëve të Këshillit Bashkiak të Tiranës janë emrat e Veliajt. Dhe ju do më thoni do bëj dikush nga ata diçka, do në t'ju them sekretin. Shumica antarëve të bashkisë të Këshillit që janë nga Partia Socialiste, e Rama i ka vendosur në pozicione të tjera shtetërore. Jo vetëm ata, po thoni që edhe familjarët e tyre. Po, tani shkojnë pak mbrapa ata. Shkojnë tani të votojnë kundër tani Edi Rama. Pra, kush do ta bëj këtë gjë? Asnjëri do ta bëj. Dhe Rama do t'i thot Veliajt, ore të trastun të tut, mo jo unë. Ore ti, grupën t'a bërën ata për prezumimin e pafajësisë, se unë 10 propozova, pa ndërprej 7 muaj, tani, nuk të ngjasim. Vakant të ri, e të mërshme. Duhet karakter politik. Po pse duhet jetë karakter politik bashkia që njerëzit thonë, jo politik, jo politik, jo politik. E kupto taljen që i bëjnë popullit, jo politik për bukën, jo politik për qumshtin, jo politik për dritat, jo politik për ujin, jo politik për qerat, jo për shitblerit, jo politik. Po pse atëre qeveria dele dhe thot do vendosim rregullat e ujit, derisa s'e ka politik. Të dali zot të zbresin tokë. Prandaj nderuar që ta konkludojmë që mos ta zgjasim shumë, do të them atë që unë kam një pakënaqësi në aspektin juridik që të mos cenoj prezumimin e pafajësisë të tjetrit, por në aspektin politik kam një kënaqësi të jashtëzakonshëm që kur kam folur tek njerëzit dhe kam thënë të vërtetën, lufta brenda Partisë Socialiste ka nisur dhe nuk është vetëm Veliaj. Ke Tauland Ballu, ke Berlinda Ballukun, ke Damian Gjiknurin, ke profile më të ulta në Parti, ke Erion Braçën, ke profile më të ulta në Partinë Socialiste, që duan pushtet, duan goditje, duan njëri me tjetër fërkime, dhe ç'a do përdori Partia Socialiste? Mekanizmin e burgut. Dhe këtë gjë e bën shumë mirë. Pra nuk të burgos ty, po nuk ka diçka për ty, po të gjen në rrethin tënd shoqëror. Mos them na njëri që u përgjua, njerëz atje u përgjuan edhe spaku i arrestuar sepse kishin hakeruar.
Avokat, kam dhe diçka të thënë. Atë që opozita prej gati një viti po priste edhe po lutej që të ndodhte me Ramën, Shtetet e Bashkuara e bën me Kosovën dhe Albin Kurtin, duke ndërprerë pezulluar në afat të pasaktuar dialogun strategjik. Kurti u godit? E besoni ju këtë gjë Kurti u godit? Tani